Pas një seance gjyqësore që zgjati rreth shtator, gjykata e Sarandës ka dhënë vendimin për masat e sigurisë ndaj drejtuesit të Komisariatit të Policisë Sarandë dhe 3 inspektorëve të arrestuar në dyshimet për favorizimin e ndërtimit pa leje të Beach Barit, Copacabana dhe objekteve të tjera. Gjykata ka caktuar masën arrest në burg 30 ditë ndaj Gëzim Bashlarit dhe Robert Çullajt, ndërsa për Ajdin Islamajn dhe Andi Duron u vendos masa arrest në shtëpi. Lidhur me ndërtimin pa leje të Copacabana, është pezulluar nga detyra dhe shefi krimeve në Sarandë Gërim Tafçiu. Prokuroria e përfaqësuar nga prokurore Silvana Belishta dhe Esmeralda Basho kërkoi caktimin e masës arrest me burg për një afat 45 ditor ndaj Gëzim Bashlarit dhe Robert Çullajt, periudhë gjatë së cilës organi i akuzës pritet të paraqesë prova shtesë mbi të cilat mbështeten akuzat, ndërkohë për Ajdin Islamajn dhe Andi Duron u kërkua masa arrest në shtëpi. Gjatë zhvillimit të seancës, avokatët mbrojtës kundërshtuan kërkesat e prokurorisë duke argumentuar se arrestimet e klientëve të tyre janë të paligjshme dhe të pambështetura në provat mjaftueshme. Ata kërkuan lirimin e menjëhershëm të 4 drejtuesve të policisë, duke pretenduar se nuk ekzistojnë kushtet ligjore për saktimin e masave shtrënguese të sigurisë. Në sallën e gjyqit kanë dhënë deklarimet e tyre dhe vetë 4 drejtuesit e Komisariatit të Policisë Sarandë, të cilët kanë mohuar akuzat e ngritura ndaj tyre. Ata janë shprehur para trupës gjykuese se janë të pafajshëm dhe se kanë ushtruar detyrën në përputhje me ligjin. Në përfundim të shqyrtimit gjyqësor, gjyqtari Shkëlzen Liçaj vendosi pranimin e kërkesës së prokurorisë, por duke caktuar masën arrest me burg vetëm 30 ditë ndaj Gëzim Bashlarit dhe Robert Çullajt, ndërsa për Ajdin Islamajn dhe Andi Duron u vendos masë arrest në shtëpi. Shefi i Komisariatit Sarandës dhe 3 inspektorët e policisë u arrestuan në dyshime se kishin marrë rishfet për të lejuar ndërtimin e Beach Barit Copacabana në Sarandë, por dhe të objekteve të tjera pa leje.